Portokalli Channel tashmë është televizioni më human në tregun mediatik shqiptar. Të gjitha ato hallet, dëshirat, pasionet dhe vuajtjet e njerëzve do të kenë tashmë hapësirën e tyre në ekranin ton. Ndaj edhe emisioni në vijim titullohet Kacafytje humane dhe sigurisht do drejtohet nga një gazetare e njohur e çështjeve sociale këtu në televizionin ton. Të dashur miq, ndjekim puntatën e parë të Kacafytje humane. E shohim bashkë. Mi mbrëma të nderuar teleshikues, nga unë pajtimja në emisionin tim Kacafytje humane. Sot, do të kemi një ngjarje shumë të rëndë. Dy vëllezër nuk flasin me njëri tjetrin. Ju lutem regjia pak suspans. Publiku, të mbaj qëndrim ndaj çështjes. Atëherë, le të ftojmë në studio vëllain e mas. Qetësoni, zotri, qetësoni, ju lutem mos bëni si bret kock. Uluni? Atëherë, shikoni nga kamera, ju lutem shumë. Po këta për qa mi ke pru, për të fort mi ke pru, për qa mi ke pru, për qa? Jo, more zotri, është publiku, gjysma e publikut këtej është me ju, gjysma e publikut këtej është me vëllain tuaj. E ne ju me mu keni për të bo, e ne ju, ma e men, e ne ju me mu do bojni, ma e një men, sa jo mashtru, sa o legen. Ku është vëllai juaj, ku është vëllai juaj atëherë? Po që duna të digjon ku është, e jo është mashtru, sa jo legen, që do? Si të shikoj... Të nderuar shikues, si të shikoj... Ka thonë moma, qatë qitë goja, të hy përvesh e del për hunsh, të. Mua? Ka thonë baba ti haje tronglin gjerin fund, mas nej shaje. Unë? Po jo timi, ti. Ti? Okej, ju kuptova. Atëherë, më tregoni ju lutem shumë shpejt, përse jeni grindur dhe nuk flisni me njëri tjetrin. Ju lutem flisni, zoti Con. Coni sa tom, jam ceni. Vetëm ju të dy jeni vëllezër, binjak? Jo, kena nej tjetër me thonë drejtë. Po, shumë bukur, kush është ai? Kemi të tom. Nes po dalim ty cok, duhet dhe i trejte? Ju lutem shumë zotri, mos shani me të tom. Oj. Nuk flitet me juve se që keni shumë nervoz. Atëherë, flisni zoti Cen, na tregoni për. Ku shot ceni e ti pas këtë dameni me bo, non këshur, hej. Jam Coni, hej. Ashtu, a? Po kush jeni ju të dy? O, Ceni! Okej, dakord. Atëherë, ju lutem shumë, më tregoni shpejt. Pse nuk flisni? Atëherë, kush do Unë nuk fal. Aso nuk fal. O, s'kam për të fal. Unë s'kam për të fal. Ja, s'kam për të fal. O, s'kam për të fal. S'kam për të fal. Asun, ja. Nuk fal për të. Po duhet flasi njëri tash. E mirë, s'jam të fal unë. Që ka të puna, mi kacë? Që të disti? Ne kina bo i vit. Unë hynëm katë parë. Ti hynëm katë dytë. Që më hongër. O të hongër ti shala. O të hongër ti shala. O të hongër ti shala, mo. O të hongër ti shala. Pse për rikem katë dyti? Kosh e te, më vla, kosh e te. Unë ka dytë? Jo, më zotri, unë e kam shpin ka 6. Jo ti, ej. Ti pra, ti. A, ti? Okej. Qiret bosham katë parmi, milingona ka që gjo. Akrepi ka që gjo. Masani, pse o më mirë më katë dytë? Ka dytë vjen më shkonja me, dytë në një qaqafin, një ta njull me, jem të rezit e me, qërë thot e me. Nuk ka fal. Lutem shumë. Publiku, me kë jeni publiku?
Me vëllain te apo me vëllain te? Me mu këm përqenë, me mu. Ka përqenje i me ty. Pse s'hynem këtë parti? Pse s'hynem këtë parti, mër ti? Qërë milinganëm, thot tima. Po ty të piskoj gjarpi, një gjarpi më vëllër ti. O e në mu gjarpi nga ty. Shimë hongër të mu. O të hongër t'i shala. O të hongër t'i shala. O të hongër t'i shala. Ju hëngër t'i shala. Atëherë, ju lutem shumë, më tregoni me egzaktësi, përse nuk flisni ju të dy? Unë nuk fol. Aso nuk fol. Aso nuk fol. Aso s'ka për të fol. Unë s'ka për të fol fare. Aso në fare. Unë nuk fol. Fare. E, po mirë, po flasë unë atëherë. Dakord, fol ti. Po ku ke për të thonë gjatë tjeri? Do them unë. Shashtë o puna. Nashi, kena në shpin, aty oshi fik me jena zi për fikun sot shminë, mo. Për fikun e. Atëherë vetëm për fikun jeni zënë ju të dy. Po. Cerë ta shetu e morë veshti, këta e digjitirona ta she e morë veshti. Si e ke ermen te e gacë? Pajtime. Pa të frasë shkurt, bibe. Tashi, për këtë fikje në zi nësë qëro, që ta së qërë në i. Atëherë pse jeni zin për fikun? Unë nuk fol. Asu nuk fol. Ja, unë nuk fol. E po do flasi njëri tashti. Mi, dakord. E di se puna? Si është, po? Kur u bë projekti, bëm edhe i fik. Shumë hongër. O të hongër t'i shala. O të hongër t'i shala. O që të hongër t'i shala se... O të hongër t'i shala, o të hongër. Po sa? Ma sfal. Bëm fikun, se ka shkoj ma gjetë, ma molli i pjesh ka ty poshtë, që e hongër të O të hongër t'i shala. Si e O të hongër t'i shala. O si e O të hongër t'i shala. Po, të si, fiku urrit. Urrit fiku. Në katë parë, ku shë dite që fiku e kishtë në bisnë në mrapa. Gjithë fisë më katë dytë. Gjëndja është shumë e rëndë. Atëherë, po? O gëcë, se s'trego për pjeshkën këtë parti. Unë? Po, ja tërë, ti. A, ti? Ta shpegoj unë, ti e fiku. Unë jam ti. që të bëj ty se të kom vla. Për zot që të bëj se të kom vla. Se unë ty e... E dhe gjuat besoj. E një gjove që më ka vla, një gjove. Të shi, ti e fiku. Habi që krab, habi. Shumë mirë. Kne e poshtë jo mu. Kne e dhe të shky. Ku i kom fish këto una? Nuk ka fish këtu. Habi qik durt, habi durt. Shisa fik që ke, sa dush, një, gjithë të kokra, ha. O që më hongër. O të hongër ti shala se në qmi, o të hongër. Ku i ke fish të po dy fishën e a thajën botime? Wow. Se ti s'm ke lon me i kokër pjeshk mu, Mos fol, mos e Mële se, kap. E mbyllim emisionin tonë. Publicitet.